Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 shenjat e zodiakut për ditën e nesërme, e shtunë 4 korik. Ju uroj një fundjavë të mbar. Dashi, këtë të shtunë dash më 4 korik, një bisedë që nuk e kishe planifikuar, por që duhet të ndote prej kohësh, do të ndryshojë rrjedhën e ditës. Mund të zhvillohet gjatë një mbledhjeje familjare, një telefonat apo edhe përmes një bisede në kruk. Pavarësisht mënyrës se si ndodh, ajo do të jetë momenti më i rëndësishëm i ditës. Tema që do të diskutohet ka kohë që të rëndon mendjen, ka mbetur diçka e pazgjitur dhe më në fund vjen koha për ta sqaruar. Të shtunën do të arrish në një përfundim që të sjellë qetësi dhe do të ndihesh gati ta lësh pas të shkuarën, duke ecur përpara me më shumë lehtësi dhe qartësi. Demi, këtë fundjavë Dem, kushtoj pak vëmendje financave të tua. E ftuna mund të sjellë një shpenzim të papritur që nuk e kishe llogaritur. Ndoshta një pajisje në shtëpi prishet dhe kërkon një parë urgjent, ose planet e tua ndryshojnë në momentin e fundit, duke të detyruar të shpenzosh më shumë nga sa kishe menduar në fillim. Edhe pse kjo situatë mund të të shkaftoj pak stres, mos nxito të mendosh më të keqen. Nëse kursimet ose një fond emergjence mund të jetë momenti i dur për ta përdorur, pikërisht për atë raste të tilla krijohen kursimet. Ky shpenzim nuk do të vendos në vështirësi financiare, por do të kujtoj sa e rëndësishme është të planifikosh me kujdes dhe të mbash gjithmonë një rezervë. Në vend që të zgënjesh, shikoje këtë si një mundësi për të treguar pjekurinë tënde në menaxhimin e parave. Deri në fund të ditës, do ta kuptosh se situata ishte më pak e rëndë nga sa dukej në fillim dhe do të ndihesh më i qetë, duke ditur se ke kaluar një sfidë të vogël pa humbur ekuilibrin. Binjakët, këtë fundjavë binjak, të gjitha sytë do të jenë drejt teje. Të shtunën energjia e Martit dhe Uranit në shenjën tënde të jep një dozë të madhe vetbesimi, zgjuarësie dhe shpejtësie për të menduar. Do të ndihesh më energjik se zakonisht dhe do të kesh dëshirën të marrësh iniciativën. Mund të jesh pikërisht ti ai që propozon një plan spontan, organizon një takim ose thot diçka që ndryshon plotësisht rrjedhën e ditës. Idetë do të vinë njëra pas tjetrës dhe do të kesh aftësinë të tërheqësh vëmendjen e të tjerëve me karizmën dhe mënyrën tënde të komunikimit. Megjithatë, ka edhe një paralajmërim të rëndësishëm. Me Mërkurin ende në prapavi, fjalët mund të dalin nga goja më shpejt se sa duhet. Mund të thuar diçka pa e menduar mirë ose të shprehësh në një mënyrë që të tjerët ta keq kuptojnë. Përpara se të reagosh ose të japësh një mendim, me disa sekonda për të menduar. Një koment i nxituar mund të krijojë konfuzion ose tension të panevojshëm, edhe pse qëllimi yt është krejtësisht i mirë. Nëse arrin të kombinosh spontanitetin me maturinë, kjo fundjavë mund të sjellë biseda interesante, mundësi të reja dhe momente që do t'i mbash mend më gjatë. Fjalët e tua kanë fuqi, prandaj përdori me kujdes. Gaforia, këtë të shtunë, durimi yt për njerëzit toksik do të jetë pothuajse zero gafore. Do ta ndjesh shumë më qartë se zakonisht se kush sjell energji pozitive dhe kush vetëm të lodh emocionalisht. Një situatë ose një bisedë mund të të hapë syt për dikë që e ke besuar prej kohësh, por që nuk ka qenë aq sinqert apo besnik sa ke menduar. Edhe pse ky zbulim mund të të zgënjej, ai do të të ndihmojë të shohësh të vërtetën dhe të marrësh vendimet më të mira për marrëdhëniet e tua. Rrethi yt shoqëror mund të përjetojë disa ndryshime të papritura këtë fundjavë. Dikush mund të largohet nga jeta jote ose thjesht të kuptosh që nuk ja vlen më të investosh kohë dhe energji për një mikësi që nuk të bën mirë. Mos e shiko këtë si një humbje, por si një mundësi për të hapur vend njerëzve që vlerësojnë dhe të respektojnë ashtu siç meriton. Megjithatë, kjo nuk është dita e dur për përballje apo debate të forta. Energjia e Marsit dhe Uranit mund t'i bëjë njerëzit më impulsiv, më nervoz dhe më të prirur për të reaguar pa menduar. Në vend që të futesh në drama apo të përpiqesh të sqarosh gjithçka menjëherë, zgjidh të mbrosh qetësinë tënde. Ndonjëherë largimin në heshtje është përgjigjja më e fuqishme. Jepi vetes kohë, ruaj ekuilibrin emocional dhe lëri gjërat të qartësohen në momentin e duhur. Luani, këtë të shtunë Luan, emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht. Takimi i Marsit me Uranin sjell energji të fuqishme, por edhe një prirje për të reaguar me nxitim. Një debat që mund të lindë nga keqkuptimi i vogël, edhe nëse nuk tregohesh i kujdesshëm, mund të thuash një fjalë që më vonë do të pendohesh. Prandaj para se të përgjigjesh ose të reagosh, në një moment për të menduar. Nga ana tjetër, Jupiteri në shenjën tënde të jep avantazh të madh. Ai të dhon mençuri, vetbesim dhe aftësinë për të menaxhuar situatat me qetësi dhe elegancë. Edhe nëse dikush përpiqet të provokojë, ti ke mundësinë të zgjedhësh rrugën e maturisë në vend të konfliktit. Forca jote e vërtet nuk qëndron te ngritja e zërit, por te aftësia për të ruajtur kontrollin.
Megjithse është fundjavë dhe një ditë festive, përpiqu ta mbash atmosferën sa më pozitive. Nuk ja vlen të lejosh që në debat në momentit të prish humorin tënd, ose të njerëzve që të rrethojnë. Zgjidh buzëqetjen në vend të debatit dhe mirë kuptimin në vend të krenarisë. Nëse vepron me durim dhe diplomaci, fundjava do të kalojë me harmoni dhe do të krijosh kujtime shumë të bukura e sa çdo konflikt i panevojshëm. Vigjeresh, këto ditë ka një person që nuk po të largohet nga mendja. Pavarësisht se përpiqesh të përqendrohesh te puna, familja ose aktivitetet e përditshme, mendimet e tua rikthehen vazhdimisht te ai ose ajo. Këtë të ftonë, universi të fton të ndalesh për një moment dhe të pyesesh veten nëse kjo ndjenjë ka që fort. Ndoshta zemra po përpiqet të tregojë diçka që mendja ende nuk e ka pranuar. Mund të jetë fillimi i një përqimi të ri, një ndjenjë që po lind ngadalë të sufrizon, ose ndoshta bëhet fjalë për dikë me të cilin ka lënë një bisedë pa përfunduar. Ka mundësi që mes jush të ketë mbetur diçka pa u thënë dhe tani është koha ta kuptosh nëse ja vlen ta sqarosh apo ta lësh pas. Dhe në anësimin e 15 të shtunën të ndihmon të dëgjosh dhe mos u intuit nëse sa logjikën. Do ta kesh më të lehtë të kuptosh emocionet e tua dhe të dallosh se çfarë dëshiron vërtet zemra jote. Mos u nxito të marrësh vendime, por mos i injoro as shenjat që të vijnë. Deri në fund të fundjavës do të ndihesh më qartë për hapat që duhet të ndërmarrësh, qoftë për t'u afruar me këtë person, qoftë për të mbyllur një kapitull për e përtetur përpara me qetësi. Kjo ishte pjesa e parë të dashur miq e horoskopit. Në videon tjetër vazhdojmë me pjesët e tjera të horoskopit. Ju faleminderit.